Kryu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat u pyet për kontestimin që ai bën votës së diasporës. Berisha foli për falsifikim monstruoz, ndërsa shtoi se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk duhet të nxjerrë rezultatin. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këtë zgjedhje. Unë do paraqes ju dokumenta flagrante për etapin e të fundit të turpshme të votës në diasporë, e cila s'mund të përfshihet kurrë, s'mund të konsiderohet kurrë, e cila është në shkelje të çdo ligji, çdo rregulli, çdo kontrate. Por nuk po ndalem këtu sot. Prandaj edhe ne nuk marrim pjesë në atë proces. Ky është një proces i kontrolluar totalisht nga Edi Rama. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do i përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin, sepse do thoshte procesi ishte fars dhe vetëm fars. Për kryedemokrati Sali Berisha, 4 rezolutat ndërkombëtare të miratuara para zgjedhjeve elektorale të 11 majit e dënuan farsën elektorale përpara se të ndodhte. Interesimi të gazetarëve lidhur me aksionin politik të opozitës pas maskaradës elektorale të quajtur sipas tij të parlamentarëve të 11 majit, lideri demokrat Sali Berisha njoftoi vijimin e dialogut me ndërkombëtarët. Sipas Berishës, oponenca e Partisë Demokratike do të vijojë me forcat politike mike dhe si motra, duke shtuar se Edi Rama kurse si nuk ka shans që ta shes farsën elektorale për zgjedhje.